ndodh ajo që askush nuk e priste. Në një mbrëmje që dukej krejt e zakonshme, kur dritat e oborit të Big Brother Kosova krijonin një atmosferë të ngrohtë dhe muzika jehonte lehtë në sfond, diçka magjike ndodhi larg syrit të kamerave kryesore. Kamerat e Big Brotherit nuk e dhanë momentin, por energjia e tij u ndjen nga të gjitha ata që ishin pranë. Klodi dhe Benita, të lirë nga presioni i lojës për disa çaste, u afruan dhe u puthën në ritmet e muzikës. Ishte një çast spontan, pa skenar, pa llogari strategjike. Muzika vazhdonte të luante, dritat pasqyroheshin në fytyrat e tyre dhe buzëqeshjet flisnin më shumë se çdo fjalë. Klodi duke i qetë, i çliruar. Sikur për herë të parë kishte harruar mikrofonët dhe muret e shtëpisë. Benita, nga ana tjetër, rrezatonte një lumturi të pastër, një ndjenjë që nuk fshihet dot as kur kamerat mungojnë. Puthja nuk ishte thjesht një gjest romantik, ishte një deklaratë e heshtur. Një moment që tregoi se, përtej lojës, nominimeve dhe debateve, brenda asaj shtëpie lindin emocione të vërteta. Në atë obor, mes tingujve të muzikës dhe ajrit të freskët të mbrëmjes, ata dukeshin sikur ishin diku tjetër, larg Big Brotherit, larg presionit të publikut, thjesht dy njerëz që po shijonin çastin, edhe pse kamerat nuk e transmetuan. Historia u përhap shpejt mes banorëve dhe jashtë mureve të shtëpisë. Ky moment i fshehtë u kthye në një nga ngjarjet më të përfolura, pikërisht sepse ishte i papritur dhe i vërtetë. Klodi dhe Benita u pan më pas më të afërt, më të buzëqeshur, me një energji pozitive që nuk kaloi pa u vënë re. Ndonjëherë, momentet më të bukura janë ato që ndodhin larg kamerave. Dhe kjo puthje, në ritmet e muzikës në oborin e Big Brother Kosova, mbetet një kujtim i veçantë, një dëshmi se edhe në një lojë të madhe, ndjenjat e vogla mund të jenë më të forta se gjithçka tjetër. Big Brother Kosova është ndërtuar si një lojë sociale, ku përplasjet e mendimeve, karaktereve dhe emocioneve janë të pashmangshme. Megjithatë, ajo që e dëmton thelbin e formatit nuk janë debatet e forta, por momentet kur diskutimi zbret në nivele të ulta komunikimi, duke kaluar kufijtë e respektit njerëzor. Debati i fundit mes Fjollës dhe Albës u shndërrua nga një përplasje mendimesh në një situatë të rëndë, ku u përdor gjuhë provokuese dhe denigruese me nënkuptime të papërshtatshme që nuk kanë vend as në një lojë televizive, e aq më pak në një shoqëri që pretendon standarde morale dhe kulturore. Kur një debat personal zhvendoset drejt insinuatave intime apo fyerjeve me bazë seksuale, ai pushon së qeni argument dhe shndërrohet në sulm personal. Problemi kryesor në këtë situatë nuk është vetëm fjala e thënë, por mesazhi që ajo përçon. Gjuha e tillë, e transmetuar drejt për drejt për një audiencë të gjerë, kontribuon në normalizimin e poshtërimit, veçanërisht ndaj grave. Në vend që të ballafaqohen idetë, sulmohet dinjiteti. Në vend që të argumentohet sjellja, etiketohet personi. Alba, e vendosur përballë një sulmi verbal të tillë, u gjen në një pozitë mbrojtëse, jo për shkak të lojës, por për shkak të cenimit personal. Këto janë momente kur kamera nuk kap më spektakël, por pasojat emocionale të një fjalëje të pamenduar. Lotët, heshtja apo reagimi emocional nuk janë dobësi, janë shenjë se kufijtë janë të i kaluar. Nga ana tjetër, Fjolla, duke zgjedhur një gjuhë të tillë, humbi mundësinë për të dalë më e fortë në debat. Në Big Brother, fjala është armë, por edhe provë karakteri. Kur ajo përdoret për të ulur tjetrin, për të sugjeruar apo fyer, ajo kthehet kundër atij që e thotë. Këtu hyn në lojë edhe përgjegjësia e produksionit. Big Brother Kosova nuk është thjesht pasqyrë e shoqërisë, është edhe filtr. Vendosja e kufive të qartë për gjuhën dhe sjelljen nuk është censur, por edukim publik. Spektakli mund të jetë i fortë, dramatik dhe i ndjekur, pa u mbështetur në b. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku tensionet, debatet dhe strategjit janë pjesë e përditshmërisë, ka momente që e thyejnë lojën dhe e zbulojnë njeriun ashtu siç është. Një nga ato momente ishte reagimi i fortë emocional i Albas, e cila shpërtheu në lot pafund, një dhimbje e dukshme që nuk erdhi nga loja, por nga prekja e diçkaje shumë më të shenjtë, fëmia. Kur në bisedë u përmend vajza e Tonit, gjithçka mori një tjetër peshë. Toni nuk është thjesht një banor i Big Brotherit, ai është një baba që e mban fëmijën e tij si princesh, si gjën më të shtrenjtë që ka në jetë. Për të, vajza nuk është temë debati, as mjet loje, as argument për t'u përdorur në përplasje. Ajo është kufiri që nuk duhet kaluar kurrë. Fjalët që Toni ja drejtoi Ludos ishin të forta, por të mbushura me ndjenjë dhe bindje. Kur rrin fëmia, nuk rrin perëndia. Një shprehje e rëndë në kuptim, por jashtëzakonisht e thellë në mesazh.
Ai donte të thoshte se fëmia është e shenjtë, e paprekshme, mbi çdo lojë, mbi çdo debat, mbi çdo ego. Zemra e Tonit është e mbushur me dashuri për vajzën e tij, dhe kushdo që e prek atë temë, prek plagën më të ndjeshme. Reagimi i Albas, lotët e saj të pandalshëm, treguan se ky moment nuk ishte thjesht një keqkuptim mes banorëve, por një situatë që preku emocionet njerëzore më të thella. Ajo nuk qau për strategji apo nominime, ajo qau sepse ndjeu peshën e dhimbjes së një prindi, ndjeu padrejtësinë e përfshirjes së një fëmie në një lojë televizive. Toni, me të mirat dhe të metat e tij, në këtë moment u pa si një figurë reale, jo si personazh reality show. Ai tregoi se ka kufi moral që nuk I shkel, edhe kur është nën presion, edhe kur provokohet. Mund të debatojnë, mund të ngrej zërin, por fëmia për të është vije kuqe. Big Brother Kosova shpesh teston nervat dhe karakterin e banorëve, por raste si ky na kujtojnë se pas kamerave ka prindër, ka fëmijë, ka jetë reale. Publiku nuk pa thjesht një debat, pa një baba që mbron dinjitetin e vajzës së tij dhe një banor. Lind një dashuri e re brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, dhe publiku nuk po I ndan syt nga Benita dhe Toni. Që nga momentet e para kur energjitë e tyre u kryqëzuan, diçka e veçantë filloi të ndihej në ajër, një afrim I natyrshëm, I sinqert dhe plot emocion. Benita dhe Toni po tregojnë çdo ditë se lidhja e tyre nuk është thjesht një flirt televiziv, por një ndjenjë që po rritet gradualisht. Ata vallëzojnë bashkë në obor, në dritat e natës, pa u shqetësuar nga kamerat, duke u lënë ritmit dhe emocioneve të momentit. Të qeshurat e tyre janë të pastra, spontane, dhe shpesh bëhen pika më e bukur e ditës për banorët dhe shikuesit në oborin e shtëpisë. Mes bisedave të lehta dhe lojrave argëtuese, Benita dhe Toni krijojnë një botë të vogël të tyren. Ata luajnë, ngacmohen, qeshin me zë, dhe çdo gest I vogël tregon afërsinë që po ndërtohet mes tyre. Kjo dashuri nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, ajo shihet në shikime, në buzëqeshje dhe në mënyrën si qëndrojnë pranë njëri tjetrit. Një moment që ka prekur veçanërisht publikun ka qenë kur Klodi e merr Benitën në krah. Një skenë që ka sjellë emocione të forta dhe diskutime të shumta. Ky gest ka treguar se Benita është një vajzë që frymëzon ndjenja të sinqerta dhe respekt, por gjithashtu ka forcuar edhe më shumë lidhjen e saj me Tonin, I cili qëndron pranë saj me qetësi dhe maturi. Shumë shikues tashmë po I quajnë Benita dhe Toni çifti perfekt I këtij edicioni. Ata plotësojnë njëri tjetrin, Benita me ëmbëlsinë, ndjeshmërinë dhe elegancën e saj, ndërsa Toni me qetësinë, humorin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Bashk, ata sjellin një energji pozitive në shtëpi, duke zbutur tensionet dhe duke treguar se Big Brother nuk është vetëm lojë dhe strategji, por edhe vend ku mund të lindë dashuria, në një ambient ku çdo ndjenjë vihet në provë. Dashuria e Benitës dhe Tonit po duket gjithnjë më e vërtetë. A do të mbjetoj kjo lidhje jashtë shtëpisë? Kjo mbetet për tu parë. Por një gjë është e sigurt, romanca e tyre tas. Një deklaratë e Albës ka ndezur debat të fortë brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brother Kosova. Sipas saj, sjellja e Elionës ndaj Tonit nuk është thjesht miqësore, por një përpjekje e vazhdueshme për ta afruar dhe për ta pasur në krahun e saj në lojë. Këto fjalë u interpretuan si shokuese nga publiku, sepse prekën drejt për drejt marrëdhëniet dhe strategjitë personale të banorëve. Alba sugjeroi se Eliona I është vënë pas Tonit me këmbëngulje, duke përdorur afrimitetin emocional dhe praninë e vazhdueshme si mënyrë për të ndikuar në vendimet e tij. Sipas Albës, kjo nuk është thjesht simpati, por një strategji për ta bërë Tonin të vetin në kuadër të lojës. Duke krijuar aleanca të forta dhe duke siguruar mbështetje në nominime. Nga ana tjetër, Eliona nuk I ka pranuar këto interpretime, duke theksuar se marrëdhënia me Tonin është e sinqertë dhe pa prapavi strategjike. Ajo ka deklaruar se afrimiteti në shtëpi shpesh keq kuptohet dhe se çdo veprim I saj buron nga karakteri dhe jo nga llogaritë e lojës. Kjo përplasje ka nxjerrë në pa një nga temat më të zakonshme në Big Brother. Ku mbaron ndjenja dhe ku fillon strategjia? Publiku mbetet I ndarë, disa e shohin Elionën si lojtare të zgjuar që di të krijojë lidhje, ndërsa të tjerë I japin të drejtë Albës, duke besuar se afrimi me Tonin është I qëllimshëm dhe I kalkuluar. Në fund, kjo situatë tregon se Big Brother nuk është vetëm një lojë karakteresh, por edhe perceptimesh. Një deklaratë e vetme mjafton për të ndryshuar narrativën dhe për ta kthyer një marrëdhënie në temë kombëtare diskutimi. Big Brother Kosova gjithmonë ka qenë pasqyrë e karaktereve të vërteta, por nganjëherë ajo pasqyrë thyet dhe copat bien mbi gjërat më të shenjta, familjen.
Debati I fundit mes Benitës dhe Albës pas përplasjes së madhe me Braimin nuk ishte thjesht një zëng banale mes banorësh, por një moment që hapi shumë pikpyetje për kufijtë e lojës, respektin dhe etikën. Fjala që tronditi publikun ishte ajo e Benitës: "Përmend mua nënën time, më bën nënën me tension? Nuk I ke shanset ti, nana jem është zonjë, nuk është si nana jote që flet një herë në 3 vjet me të." Këtu loja ndaloi së qeni strategji dhe u shndërrua në sulm personal. Në Big Brother mund të luash me fjalë, me plane, me aleanca, por kur përmenden nënat, sidomos në një shoqëri si e jona ku figura e nënës është e shenjtë, publiku reagon fort, dhe me të drejtë. Benita, e cila deri tani është parë si një lojtare e fortë, e artikuluar dhe e drejtë për drejtë, në këtë moment tregoi një anë tjetër, një reagim emocional që doli jashtë kontrollit. Edhe pse provokimi nga Alba dhe tensioni I krijuar nga përplasja me Braimin ishin të mëdha, justifikimi nuk e mbulon fjalën e rënë. Nga ana tjetër, Alba nuk është pa përgjegjësi. Provokimet e vazhdueshme, ironia dhe mënyra si I shtyn debatet deri në kufi, shpesh krijojnë shpërthime të tilla. Por loja e zgjuar është ajo që të bën të fitosh simpatinë e publikut. Jo të nxjerrësh më të keqen nga tjetri. Ky konflikt tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm lojë nervash, por edhe test karakteri. Publiku nuk voton vetëm strategjinë, por edhe mënyrën si sillesh kur je në presion ekstrem. Fjala e thënë në nerva nuk harrohet lehtë, sidomos kur prek familjen. Në fund, kjo situatë mbetet një pikë kthese për Benitën, ose do ta përdor këtë moment për reflektim dhe rritje personale, ose do ta ndjek si hije deri në fund të lojës. Ndërsa për Albën është një sinjal se provokimi I tepruar mund të kthehet kundër. Në Big Brother Kosova ka debate që kalojnë shpejt dhe ka momente që mbesin gjatë në kujtesën e publikut. Përballja mes lëndrimit dhe arditit ishte pikërisht një nga ato momente kur loja ndalet për një çast dhe e vërteta, apo ajo që perceptohet si e vërtet, del brutalisht në sipërfaqe. Lëndrimi nuk e rrotulloi fjalën. Ja tha drejtë në sy, pa diplomaci, pa kalkulim, ti je njeri me 2 fytyra. Ti flet pas shpine. Shqyr që të pam tani pas pamjeve se kush je. Të doli fytyra e dytë. Ishte një akuzë e rëndë, e drejtë për drejtë, e ndërtuar mbi pamjet që banorët kishin parë më herët. Pamje që, sipas lëndrimit, kishin qerë maskën e arditit dhe kishin zbuluar një lojë të 2 fish, një fytyrë përpara. Një tjetër pas shpine, arditi, I cili deri atë moment ishte pozicionuar si më I tërhequr, më I heshtur dhe shpesh neutral, u gjen përballë një etiketimi që në Big Brother është ndër më të rëndat, 2 fytyrësia. Sepse në këtë lojë mund të jesh I fortë, I zhurmshëm apo strateg, por kur të quajnë njeri me 2 fytyra, publiku fillon të dyshojë. Ajo që e bëri këtë moment edhe më të fortë ishte koha kur ndodhi. Jo në fillim të lojës, por tani, kur pamjet, fjalët dhe prapaskenat po dalin një nga një. Dhe kur lëndrimi tha shqyr që të pam tani, ai nuk foli vetëm për veten, foli në emër të një pakënaqësie të akumuluar në shtëpi. Ky shpërthim nuk ishte thjesht nerv. Ishte zhgënjim. Ishte ndjesia se dikush ka luajtur me besimin, ka thënë një gjë në sy dhe një tjetër pas shpine. Dhe në një ambient ku gjithçka regjistrohet, çdo fjalë e thënë fshehur azi ka një ditë kur del në dritë. Nga ana tjetër, arditi u përpoq të mbrojë, por pesha e akuzës ishte e madhe. Sepse kur pamjet flasin, mbrojtja bëhet më e vështirë. Publiku nuk dëgjon më vetëm shpjegimin, por krahason. Çfarë u tha në dhomë, çfarë u tha në prapaskenë, dhe kush ishte I sinqert. Ky moment shënon një pikë kthese në lojë. Jo vetëm për arditin, por për të gjithë banorët. Sepse mesazhi ishte I qartë, maskat po bien dhe. Një nga momentet më të bujshme dhe më të diskutueshme në Big Brother Kosova ka qenë padyshim episodi ku Elioni u mbajt në ajër gjatë një loje të çuditshme dhe argëtuese. I gjithë skenari ishte një kombinim I adrenalinës, humorit dhe pak tensioni, që krijoi një situatë që I la të gjithë banorët pa fjalë dhe shikuesit para ekranit të mrekulluar. Loja nisi si një sfidë e zakonshme, por kur u shfaq ideja që një prej banorëve të mbahej lart në ajër, atmosfera ndryshoi krejtësisht. Elioni, me një kombinim të frikës dhe eksitimit, u ngjit në një strukturë që e mbante atë të lartë mbi dyshemen e shtëpisë. Shumë banorë nuk mund të mbajnë dot të qeshurat kur e pan atë të luhatet. Duke bërë grimasa të çuditshme dhe duke u përpjekur të ruante balancën, tensioni dhe humori u përzierë në një mënyrë perfekte. Disa banorë përpiqeshin ta ndihmonin, të tjerët gjuanin batuta dhe e tallnin me çdo lëvizje të tij.
Shumë momente nga kjo lojë u bën virale në rrjetet sociale, pasi ishte një kombinim i bukur i kuriozitetit, aksionit dhe humorit spontan që vetëm Big Brother Kosova mund ta ofronte, përtej argëtimit. Ky moment nxiti edhe reflektim mbi dinamikën brenda shtëpisë. Shikuesit panë se si banorët reagojnë nën presion, si formohen aleancat dhe rivalitetet, dhe si humori mund të shërbejë si një mjet për të lehtësuar tensionin. Elioni, ndërkohë, u bë protagonist i një historie që do të mbahet mend gjatë, duke treguar guximin e tij, por edhe pjesën e tij më të qeshur dhe njerëzore. Në fund, të gjithë banorët dhe audienca u përfshin në një eksperiencë që ishte më shumë se një lojë, ishte një kujtim i gjallë i momenteve më të papritura, argëtuese dhe të paharrueshme që mund të ndodhin brenda murve të shtëpisë së Big Brother Kosova. Big Brother Kosova gjithmonë ka qenë pasqyrë e karaktereve të vërteta, por nganjëherë ajo pasqyrë thyet dhe copat bien mbi gjërat më të shenjta, familjen. Debati i fundit mes Benitës dhe Albës, pas përplasjes së madhe me Braimin, nuk ishte thjesht një zëng banale mes banorësh, por një moment që hapi shumë pikpyetje për kufijtë e lojës, respektin dhe etikën. Fjala që tronditi publikun ishte ajo e Benitës: "Përmend mua nënën time, më bën nënën me tension? Nuk i ke shanset ti, nana jem është zonjë, nuk është si nana jote që flet një herë në 3 vjet me të." Këtu loja ndaloi së qeni strategji dhe u shndërrua në sulm personal. Në Big Brother mund të luash me fjalë, me plane, me aleanca, por kur përmenden nënat, sidomos në një shoqëri si e jona ku figura e nënës është e shenjtë, publiku reagon fort, dhe me të drejtë. Benita, e cila deri tani është parë si një lojtare e fortë, e artikuluar dhe e drejtë për drejtë, në këtë moment tregoi një anë tjetër, një reagim emocional që doli jashtë kontrollit. Edhe pse provokimi nga Alba dhe tensioni i krijuar nga përplasja me Braimin ishin të mëdha, justifikimi nuk e mbulon fjalën e rënë. Nga ana tjetër, Alba nuk është pa përgjegjësi. Provokimet e vazhdueshme, ironia dhe mënyra si i shtyn debatet deri në kufi, shpesh krijojnë shpërthime të tilla. Por loja e zgjuar është ajo që të bën të fitosh simpatinë e publikut, jo të nxjerrësh më të keqen nga tjetri. Ky konflikt tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm lojë nervash, por edhe test karakteri. Publiku nuk voton vetëm strategjinë, por edhe mënyrën si sillesh kur je nën presion ekstrem. Fjala e thënë në nerva nuk harrohet lehtë, sidomos kur prek familjen. Në fund, kjo situatë mbetet një pikë kthese për Benitën, ose do ta përdor këtë moment për reflektim dhe rritje personale, ose do ta ndjekë si hije deri në fund të lojës. Ndërsa për Albën është një sinjal se provokimi i tepruar mund të kthehet kundër. Ka momente në Big Brother Kosova kur zhurma e lojës ndalet dhe në shtëpi mbetet vetëm heshtja e rënë. Një heshtje që flet më shumë se britmat. Një nga ato momente ishte kur Alba kaloi kufirin dhe preku familjen, duke folur keq për vajzën, aty ku çdo prind ndalet, aty ku loja duhet të mbarojë. Toni i tij ishte i mërzitur, zëri i dridhur, frymëmarrja e rënduar nga sikleti. Nuk ishte më debat mes banorësh, ishte dhimbje. Ishte ai moment kur njeriu mezi mbushet me frymë sepse fjalët kanë shkuar shumë larg. Sytë e ulur, duart që dridhen lehtë dhe një ndjenjë pafuqie që nuk fshihet dot para kamerave. Alba, me fjalët e saj, nuk sulmoi një lojtar, sulmoi një baba. Një familje, një vajzë që nuk ka lidhje me lojën. Dhe aty publiku e ndjeu ndryshimin. Loja nuk ishte më strategji, por plag. Në atë çast, Edi u afrua. Jo si lojtar, por si njeri. E pa gjendjen e tij dhe pa shumë fjalë, u përpoq ta qetësonte, mos e vrit mendjen. Ajo sta një vajzën. Lere të flas sa të doj. Ajo po kërkon me secilin me e nxjerr nga vetja. Rri i qetë. Ishin fjalë të thjeshta, por të sinqerta. Një përqafim moral në një moment kur fjalët e rënda kishin lënë boshllëk. Edi e kuptoi se ky nuk ishte më Big Brother, por një betejë emocionale që lë pasoja edhe jashtë shtëpisë. Kjo situatë tregoi fytyrën më të errët të lojës. Tregoi se deri ku mund të shkojë dikush për vëmendje, për provokim, për të nxjerrë tjetrin nga vetja. Sepse pikërisht kjo ishte ajo që Alba kërkonte: reagim, shpërthim, thyrje, por publiku pa diçka tjetër. Pa një njeri të lënduar, jo të dobët. Pa një prind që u prek aty ku nuk falet. Dhe pa një shok që zgjodhi ta qetësoj, jo ta nxisë zjarrin. Big Brother Kosova vazhdon, por këto momente mbesin. Sepse fjalët për lojën harrohen, ndërsa fjalët për familjen ngelin plag. Dhe publiku e di mirë, fitues nuk është ai që godet më fort, por ai që di të ruaj dinjitetin edhe kur I merret fryma nga dhimbja.
Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë një skenë ku fjalët kanë peshë të madhe dhe ku një fjali e vetme mund të ndryshojë rrjedhën e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Një nga përplasjet më të ashpra dhe më të diskutuara të sezonit ishte ajo mes Albës dhe Fjollës, ku debati kaloi nga mospajtime mendimesh në akuza serioze dhe gjuhë fyese, duke tronditur jo vetëm banorët, por edhe publikun. Gjithçka arriti kulmin kur Alba, e revoltuar, i tha Fjollës se ajo po përkrah dhunën e ushtruar nga një femër ndaj një tjetre. Kjo akuzë e rënë dhe zhvendosi debatin nga niveli personal në një çështje me ndjeshmëri shoqërore. Dhuna, në çdo formë të saj, është një temë që prek drejt për drejt opinionin publik. Dhe përdorimi i saj si argument në një debat e bëri situatën edhe më të tensionuar. Reagimi i Fjollës ishte i ashpër dhe shpërfillës. Ajo e minimizoi akuzën, duke e ndërprer Albën dhe duke e ironizuar, çka u interpretua nga shumë shikues si mungesë empatie dhe respekti. Në vend që debati të qetësoj, kjo qasje e përshkallëzoi edhe më tej konfliktin, duke e çuar atë drejt një përplasjeje verbale pa filtra, ku fjalët u përdorën për të lënduar dhe provokuar. Në atë moment, debati humbi çdo strukturë logjike dhe u kthye në një duel emocional. Fjolla përdori insinuata personale dhe nënkuptime fyese, duke kaluar kufirin e një diskutimi të pranueshëm. Kjo sjellje u pa nga shumë shikues si një përpjekje për ta poshtëruar Albën publikisht, ndërsa të tjerë e interpretuan si shpërthim nervash pas një presioni të gjatë psikologjik brenda shtëpisë. Alba, nga ana e saj, u përpoq të mbante një qëndrim më moralizues, duke insistuar se dhuna nuk mund të justifikohet apo relativizohet, pavarësisht se kush e ushtron atë. Qëndrimi i saj gjeti mbështetje te një pjesë e publikut, i cili e pasi një tentativë për të vendosur një vijë të qartë mes konfliktit verbal dhe normalizimit të dhunës. Banorët e tjerë reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u përpoqën të ndërhynin për ta ndalur përplasjen, ndërsa të Big Brother Kosova vazhdon të prodhojë momente që ka përcejnë kufit e një loje televizive dhe shndërrohen në tema të mëdha diskutimi publik. Një nga këto momente ishte mëngjesi kur Dolce u zgjua në krahët e lëndrimit, mes përqafimeve dhe puthjeve që u vunë re nga kamerat dhe, më pas, nga publiku i gjerë. Një skenë e qetë, intime dhe njerëzore, por që mjaftoi për të ndezur reagime të shumta brenda dhe jashtë shtëpisë. Në ambientin e Big Brother Kosova, mëngjeset shpesh janë momentet më të sinqerta. Pa tensionin e debateve të ditës dhe pa strategjitë e menduara, banorët shfaqen më të natyrshëm. Afërsia mes Dolces dhe lëndrimit u perceptua nga shumë shikues si një shenjë lidhjeje emocionale që po forcohej gradualisht. Larg zhurmës së lojës dhe kamerave që zakonisht diktojnë sjelljen, ky moment ngriti menjëherë pyetje të rëndësishme: a është kjo një ndjenjë reale apo pjesë e dinamikës së lojës? Në Big Brother Kosova, çdo afërsi analizohet në lugë. Publiku është mësuar të dyshojë, të krahasojë sjelljet e mëparshme dhe të kërkojë motive të fshehta. Megjithatë, pikërisht thjeshtësia e atij mëngjesi, pa fjalë të mëdha, pa deklarata, e bëri skenën të dukej e sinqertë për shumë ndjekës. Brenda shtëpisë, reagimet e banorëve ishin të ndryshme. Disa e pan afrimin mes Dolces dhe lëndrimit si diçka normale, një nevojë njerëzore për afërsi në një ambient izolimi. Të tjerë e interpretuan si lëvizje strategjike, duke aluduar se lidhjet emocionale mund të shërbejnë si mburojë në nominime apo si mënyrë për të fituar simpati nga publiku. Këto interpretime tregojnë sa e ndërlikuar është loja sociale në Big Brother Kosova. Nga ana psikologjike, izolimi, rutina e mbyllur dhe mungesa e kontakteve me botën e jashtme krijojnë kushte ku emocionet intensifikohen. Një përqafim apo puthje merr peshë më të madhe se në jetën e përditshme. Për Dolcen dhe lëndrimin, ky mëngjes mund të ketë qenë thjesht një çast rehatie, por për publikun u shndërrua në simbol të një raporti që po evoluon. Big Brother Kosova vazhdon të prodhojë momente që ka përcejnë kufit e një loje televizive dhe shndërrohen në tema të mëdha diskutimi publik. Një nga këto momente ishte mëngjesi kur Dolce u zgjua në krahët e lëndrimit, mes përqafimeve dhe puthjeve që u vunë re nga kamerat dhe, më pas, nga publiku i gjerë. Një skenë e qetë, intime dhe njerëzore, por që mjaftoi për të ndezur reagime të shumta brenda dhe jashtë shtëpisë. Në ambientin e Big Brother Kosova, mëngjeset shpesh janë momentet më të sinqerta. Pa tensionin e debateve të ditës dhe pa strategjitë e menduara, banorët shfaqen më të natyrshëm. Afërsia mes Dolces dhe lëndrimit u perceptua nga shumë shikues si një shenjë lidhjeje emocionale që po forcohej gradualisht. Larg zhurmës së lojës dhe kamerave që zakonisht diktojnë sjelljen, ky moment ngriti menjëherë pyetje të rëndësishme: a është kjo një ndjenjë reale apo pjesë e dinamikës së lojës?
Në Big Brother Kosova, çdo afërsi analizohet në lugë. Publiku është mësuar të dyshojë, të krahasojë sjelljet e mëparshme dhe të kërkojë motive të fshehta. Megjithatë, pikërisht thjeshtësia e atij mëngjesi, pa fjalë të mëdha, pa deklarata, e bëri skenën të dukej e sinqert për shumë ndjekës. Brenda shtëpisë, reagimet e banorëve ishin të ndryshme. Disa e pan afrimin mes Dolces dhe lëndrimit si diçka normale, një nevojë njerëzore për afërsi në një ambient izolimi. Të tjerë e interpretuan si lëvizje strategjike, duke aluduar se lidhjet emocionale mund të shërbejnë si mburojë në nominime apo si mënyrë për të fituar simpati nga publiku. Këto interpretime tregojnë sa e ndërlikuar është loja sociale në Big Brother Kosova, nga ana psikologjike, izolimi, rutina e mbyllur dhe mungesa e kontakteve me botën e jashtme krijojnë kushte ku emocionet intensifikohen. Një përqafim apo puthje merr peshë më të madhe se në jetën e përditshme. Për Dolcen dhe lëndrimin, ky mëngjes mund të ketë qenë thjesht një çast rehatie, por për publikun u shndërrua në simbol të një raporti që po evoluon. Në Big Brother Kosova shpesh herë nuk janë temat e mëdha ato që shpërthejnë konfliktet më të forta, por detajet më të vogla. Një send i harruar, një keqkuptim, një pyetje e bërë në ton të gabuar dhe gjithçka merr flak. Pikërisht kështu ndodhi edhe në përplasjen mes Tonit dhe lëndrimit, një debat që nisi nga mbathjet e Elionës. Situata u bë e çuditshme që në fillim mbathjet e Elionës u gjetën te krevati i lëndrimit, gjë që ngriti menjëherë dyshime, pyetje dhe komente në shtëpi. Toni ishte i drejtë për drejtë dhe kërkoi shpjegim. Jo vetëm për sendin në fjalë, por për atë që nënkuptoi pas tij. Sepse në një shtëpi ku çdo lëvizje shihet dhe komentohet, asgjë nuk mbetet pa kuptim. Kur lëndrimi u pyet, ku i ke mbathjet? Përgjigjja e tij erdhi shpejt, por jo pa e rritur konfuzionin. Mbathjet e mia i kam lënë te koka e krevatit të Klodit. Një fjali e thjesht, por që nuk e uli tensionin. Përkundrazi, e shtoi. Sepse pyetja nuk ishte më vetëm për mbathjet, por për rendin, respektin dhe kufit personal në një hapësirë të përbashkët. Toni e pa këtë situatë si mungesë serioziteti dhe përgjegjësie. Në zërin e tij kishte nerv, por edhe lodhje nga situatat e përsëritura ku gjërat personale shndërrohen në burim debati. Për të, kjo nuk ishte çështje mbathjesh, por çështje respekti ndaj hapësirës dhe njerëzve të tjerë. Nga ana tjetër, lëndrimi u ndjej akuzuar padrejtësisht. Ai u përpoq ta minimizonte situatën, duke e paraqitur si një keqkuptim banal që po fryhej pa nevojë. Por në Big Brother, minimizimi shpesh lexohet si shmangje përgjegjësie, dhe kjo e acaroi edhe më shumë Tonin. Debati u rrit, zërat u ngritën dhe ajo që nisi si një pyetje e thjeshtë u kthye në përplasje karakteresh. Toni kërkonte sqarim dhe rregull, ndërsa lëndrimi kërkonte të mbyllte temën dhe të mos i jepej më shumë rëndësi se ç'duhej. Publiku pa edhe një herë se si presioni i përditshëm në shtëpi i bën banorët të reagojnë fort edhe për gjëra që jashtë do të dukeshin qesharake. Por brenda Big Brother,